Me familjen të shijoj një vend shumë bukur. A të pëlqen Divjaka ty? Shumë. Çfarë ka Divjaka për të pëlqyer ti? Ka një ajër të pastër, një gjë shumë të mirë. Me kë ke ardhur ti sot tu të shëtisësh, të luash me top? Me vllajin. Po tjetër? Me mamin, me babin dhe me gjyshe. A ke ardhur herë tjetër këtu në Divjak ti? Po, kam ardhur shumë herë. Po si të duket Divjaka ty në këtë? Shumë bukur, është një gjë shumë e mirë. Është e mirë? Të pëlqen? Po. Po te Bregu Dedit ke shkuar te Divjakës? Nuk e di. Po pelikanin e ke shikuar? Po. A të pëlqen? Po kjo kulla kaq e madhe të pëlqen? Po. E ke shëtitur? Jo. Po pse se ke shëtitur? Po në herë që e sa kështu. Sot është 1 maj. Është një ditë feste apo është një ditë proteste? Si shikoni ju këtë? Faktikisht është një ditë proteste. Duhet protestojnë të gjitha shtresat për hallet që kanë. Unë që flas këtu nuk jam për protestë, se kuptoj që s'ka për protestë. Jam me mbesën dhe me nipin kemi dalë, po presim dhe njerëz të tjerë për të shkuar në një Drekuar. Gëzim familjar, jo për drekuar. Jo për drekën tradicionale të 1 maj, por do vëmë në një familje tonë që na presin atje për Po si shikon ti? A duhet të protestojnë shqiptarët? Patjetër duhet të protestojnë. Fakti që vitet të tjera nuk protestua sepse pushteti atëhershëm ishte i të gjithëve dhe siguronte bazat e jetesës, sot ka ndryshuar, por tërësisht politika. Sot janë një grush të pasurësh që kërkojnë të bëjnë politikë në tyre dhe ne kemi pensionistë, njerëz të nevoje, punëtorë, ata që jemi të privuar nga shumë probleme të jetës, duhet të protestojnë. A e shikon Shqipërinë të 35 vite? A ka sindikata për të organizuar protesta të ndryshme? Absolutisht jo. Ato pak sindikata që janë në kretrat e burgjezisë dhe pavarësisht në një shenjë që mund të bëjnë gjoja kundër burgjezisë, ato bëjnë politikë në tyre.